Babi, të lutem, nxito dhe ktheu në shtëpi. Jam shumë e ftohtë dhe njerka nuk më lejon të ndërroj rrobat, edhe pse jam e lagur krejtësisht prej 3 orësh. Zëri që dridhet i vogëlushe Sofia Delgado, vetëm 8 vjeçe, del mes ngashërimesh të mbytura nga telefoni, ndërsa babai i saj, Javier Delgado, largohet me nxitim nga një konferencë biznesi në një hotel në Sao Paulo, ku sapo kishte mbyllur një kontratë milionëshe me investitor gjerman. Burri 40 vjeçar ndjeu telefonin të dridhej gjatë prezantimit përfundimtar, por priti derisa gjithçka të mbaronte për të dëgjuar 5 mesazhet zanore, gjithnjë e më të dëshpëruara që vajza kishte lënë në 40 minutat e fundit. Ishte ora 6 e pasdites e një të martë me shi të nëntorit, kur temperatura në qytet kishte rënë në 11 gradë. Javier dëgjoi mesazhin e parë dhe gjaku i ngrirë në vena sapo dëgjoi zërin e vogël e të dridhur të Sofisë që shpjegonte, me dhëmbët që i përplaseshin nga të ftohtit, se njerka Raquel e kishte lënë jashtë nën shi, për më shumë se 2 orë si ndëshkim pse kishte harruar të mbyllte portën e garazhit atë mëngjes para se të shkonte në shkollë. Ai as nuk e mbaroi fjalën e rëndë që i shpëtoi nga goja. Vrapoi drejt Mercedesit të zi në shërbimin valet të hotelit, pa u përshëndetur as me investitorët që ende po festonin kontratën me shampanjë. Asistenti i tij personal, Miguel, u përpoq ta ndalte, por Javier i bërtiti se ishte një emergjencë familjare dhe se të gjitha takimet e ditës duhej të anuloheshin. Gjatë 25 minutave të rrugës drejt vilës në periferi të qytetit, ai dëgjoi edhe 4 mesazhet e tjera. Secili i coptonte zemrën gjithnjë e më shumë. Në mesazhin e dytë, Sofia tregonte se më në fund e kishin lejuar të hynte në shtëpi, por nuk e kishin lejuar të hiqte rrobat e lagura, as të thahej me peshqir. E kishin detyruar të ulej në divanin e sallonit, ashtu siç ishte, e lagur nga kokat e këmbët, ndërsa Raquel ishte shtrirë të flinte. Në të tretin, zëri i saj dukej edhe më i dobët dhe më i frikësuar. Ajo thoshte se kishte pothuajse 2 orë që rrinte ulur, duke u dridhur, se buzët po i bëheshin vjollc dhe se nuk arrinte të ndalte të dridhurat. Tregonte se kishte tentuar të çohej për të ndërruar rrobat, por Raquel e kishte kërcënuar se ndëshkimi do të ishte më i keq nëse lëvizte para se të kthehej babai. Mesazhi i katërt ishte pothuajse i pakuptueshëm nga i qara. Sofia pyeste pse njerka e urrente kaq shumë, pse një gabim i vogël duhej të ndëshkohej me orë të tëra në shi dhe në të ftohtë. Mesazhi i pestë e bëri Javierin të shtypte gazin deri në kufi. Me zëthuajse të padëgjueshëm, vajza thoshte se ndihej shumë e marramendshme, se gjithçka rrotullohej dhe se kishte frikë të flinte, sepse mësuesja kishte thënë se njerëzit me hipotermi ndonjëherë flen dhe nuk zgjohen më. Javier e telefonoi Raquelin, por ajo nuk ju përgjigj. I la një mesazh të ftohtë, plot zemërim të përmbajtur, duke i thënë se po mbërrinte dhe se duhej të kishte një shpjegim shumë të mirë. Kur arriti në vilë, parkoi pa kujdes dhe vrapoi brenda. Ulërima e Sofis jehuan nga salloni. Vajza ishte mbledhur kruspull, rrobat e shkollës i pikonin ujë, buzët blu, trupi i dridhej pa kontroll. Kur ai e preku, lëkura i dukej si akull. Kjo ishte hipotermi e vërtetë. E mori me kujdes dhe e çoi në banjë, duke përgatitur ujë të vakët. I hoqi rrobat e ngjitura pas trupit të vogël dhe vuri re njollat blu në lëkurë. E futi ngadalë në vask, duke i folur me butësi. Ndërkohë thiri urgjencën dhe kërkoi ambulancë, duke shpjeguar se vajza kishte qëndruar për orë të tëra e lagur dhe në të ftohtë. Operatori i tha se kjo përbënte abuzim të rëndë dhe se do të njoftohej edhe shërbimi i mbrojtjes së fëmijëve. Pasi mbylli telefonin, Javier shkoi në dhomën e gjumit. Raquel po lexonte qetësisht me kufje në vesh. Ai ja hoqi me forcë. I tha se vajza ishte në rrezik, se kishte hipotermi dhe se kishte thirrur ambulancën. Ajo u përpoq ta minimizonte, duke thënë se ishte thjesht e lagur dhe se ishte disiplinë. Fytyra e saj u zbeh kur dëgjoi për shërbimet sociale. Javier i tha se lënia e një fëmije 8 vjeçar në shi dhe në të ftohtë për orë të tëra nuk ishte disiplinë, por mizori, dhe se tani gjithçka do të hetohej. Ai u kthye te vajza e tij, i vendosur të mos lejonte kurrë që ajo të vuante në heshtje. Hipotermia. Raquel u ngrit nga shtrati me një shprehje mbrojtëse. Ti gjithmonë më akuzon se jam shumë e ashpër me Sofin, por e vërteta është se ajo vajzë është e llastuar dhe ka nevojë për disiplinë të vërtetë. E llastuar? Javier e përsërit me mosbesim. Një fëmijë 8 vjeçar që humbi nënën biologjike 2 vjet më parë është e llastuar sepse ndonjëherë harron të mbyll dyert? Nëna e Sofis kishte vdekur në një aksident automobilistik kur vajza ishte vetëm 6 vjeçe.
Javier ishte martuar me Raquelin një vit më vonë, duke besuar se Sofia kishte nevojë për një figurë amtare në jetën e saj. Të përdorësh vdekjen e nënës si justifikim për çdo sjellje të keqe nuk është e shëndetshme, tha Raquel ftohtë. Unë nuk po e përdor si justifikim. Po them se ti ndëshkove një fëmijë të pambrojtur me torturë fizike për një gabim të vogël. Në atë moment dëgjuan sirenën e ambulancës që po afrohej. Javier vrapoi përsëri në banjë, ku Sofia ishte ende në vask, por nuk dridhej më aq fort. Ngjyra po I kthehej ngadalë buzëve. Mjekët erdhën, princesh, ata do të sigurohen që të jesh plotësisht mirë. Nuk dua të shkoj në spital, babi. Kam frikë. Unë do të vi me ty, nuk do të lë vetëm as për një sekondë. Paramjekët e ekzaminuan shpejt, matën temperaturën, e cila ishte 2 gradë në normalen, kontrolluan shenjat jetësore dhe vendosën se, edhe pse po përmirësoi, ajo kishte nevojë për mbikëqyrje mjekësore për të shmangur komplikime të mundshme. Ndërsa e përgatisnin për transport, njëra prej tyre, një grua rreth 30 vjeçe me emrin Carmen, I foli qet Javierit. Ne po e dokumentojmë rastin. Shenjat në lëkurën e fëmijës tregojnë se ajo ka qëndruar me rroba të lagura për një kohë shumë të gjatë. Kjo, së bashku me rrëfimin e saj, përbën neglizhencë të qëllimshme. Unë e di, tha ai me zë të ulët, gruaja ime e ndëshkoi me vetdije. Këshilli për mbrojtjen e fëmijëve do të flasë me ju dhe me bashkëshortën tuaj. Ky lloj ndëshkimi është abuzim. Në spital, doktoresha Mendes, pediatre e specializuar në trauma, e ekzaminoi Sofin me kujdes. Zoti Delgado, vajza juaj ka pasur shumë fat. Hipotermia e lehtë tek fëmijët mund të përkeqësohet shumë shpejt. Nëse do të kishte qëndruar edhe pak më gjatë në atë gjendje, mund të flisnim për dëmtime serioze. Ajo do të shërohet fizikisht, por emocionalisht ky përjetim mund të lërë gjurmë të thella. Rekomandoj terapi psikologjike. Më vonë, një punonjëse sociale me emrin Patëcia erdhi për të marrë dëshminë e Javierit. Ai tregoi gjithçka, nga telefonata e dëshpëruar e Sofis deri te skena që kishte gjetur në shtëpi. Ajo e pyeti nëse Raquel kishte qenë edhe më parë e ashpër. Ai pranoi se kishte shenja, ndëshkime të rënda për gabime të vogla, frikë në sytë e vajzës që ai kishte zgjedhur ta ignoronte. Sepse doja të besoja se ajo ishte një njeri e mirë, tha ai me zë të thyrë. Sepse ishte më e lehtë të besoja se sa të përballesha me të vërtetën. Disa ditë më vonë, pasi Sofia u lirua nga spitali, ai bisedoi me të me qetësi. A ka bërë ndonjëherë njëka gjëra të tjera të këqija që nuk mi ke treguar? Vajza uli sytë. Ndonjëherë më thoshte se jam budallaqe, se jam barë për ty, se jeta jote do të ishte më e mirë pa mua. Zemra e Javierit u coptua. Asgjë nga këto nuk është e vërtet, princesh. Ti je gjëja më e mirë në jetën time. Në javët që pasuan, Sofia filloi terapi me një psikologe të specializuar në trauma. Ajo shfaqi shenja të abuzimit emocional të zgjatur. Do të duen muaj, ndoshta vite, për të rindërtuar vetbesimin, shpjegoi mjekja. Ndërkohë, Raquel u përball me pasojat ligjore. U ngritën akuza për neglizhencë dhe abuzim. Gjatë seancës gjyqësore, provat mjekësore dhe dëshmia e fëmijës konfirmuan ekspozimin e qëllimshëm ndaj të ftohtit. Divorci u finalizua shpejt dhe Raquel u ndalua të kishte çdo kontakt me Sofin. Muajt kaluan dhe vajza filloi të përmirësohej. Makthet u ralluan, buzëqeshjet u kthyen ngadalë. Një mbrëmje ajo e pyeti të atin pse njerëka kishte qenë kaq e keqe me të. Sepse ka njerëz me zemra të thyer që nuk din të duan siç duhet, u përgjigj ai. Nuk ishte kur faji yt. Shtëpia u bë e qetë pas largimit përfundimtar të Raquelit. Sofia rinte shpesh në divan, e mbështjell me një batanie, si për të siguruar se ishte e ngrohtë dhe e sigurt. Javier e vështronte me dashuri dhe vendosmëri. Ai e dinte se detyra e tij ishte ta mbronte gjithmonë, ta dëgjonte dhe të vepronte. Fëmijët nuk meritojnë kurrë ndëshkime që rrezikojnë jetën. Ata meritojnë dashuri, siguri dhe prindër që nuk mbyllin sytë përballë dhimbjes së tyre. Ajo do të kthehet, apo jo, babi? Jo, kur më? Ta premtoj. Sofia dukej sikur mori frymë më thellë, sikur ato fjalë kishin një peshë fizike mbi trupin e saj të vogël. Megjithatë, sytë I mbetën vigjilent, të kujdesshëm, si të dikujt që kishte mësuar se qetësia mund të thyej në çdo çast. Atë natë të parë, Sofia u zgjua 3 herë duke bërtitur.
Javier vrapoi në dhomën e saj çdo herë, u ul pranë shtratit, i mbajti dorën e ftohtë dhe i përsëriste me zë të ulët se gjithçka ishte në rregull, se ajo ishte e sigurt, se askush nuk do ta lëndonte më kurrë. Por siguria nuk rindërtohet vetëm me fjalë, ajo kërkon kohë. Në ditët që pasuan, Javier e riorganizoi plotësisht jetën e tij. Anulloi udhëtime, uli numrin e takimeve, transferoi përgjegjësi. Për herë të parë pas shumë vitesh, vuri punën në plan të dytë pa ndier faj. Çdo mëngjes e çonte vetë Sofin në shkollë dhe priste derisa ta shite të hynte në ndërtesë. Çdo pasdite e merrte vetë te porta. Nuk ua besonte më këtë detyrë shoferëve apo punonjësve. Megjithatë, shenjat e traumës ishin ende aty. Sofia trembej lehtë nga zërat e lartë. Nëse dikush mbyllte një derë me forcë, ajo tkurrej instinktivisht. Në ditët me shi, rinte pranë dritares dhe vështronte pikat që binin, me një shprehje ku përziheshin frika dhe hutimi. Në seancën e tretë me doktoresh Torres, psikologjia i kërkoi Javierit të priste jashtë për disa minuta. Sofia, dua të më thuash diçka pa frikë. Çfarë ndjeje kur dëgjoje hapat e Raquelit nëpër shtëpi? Sofia shtrëngoi duart në prerë. Më dhemte stomaku, sikur diçka e keqe do të ndodhte. Dhe ndodhte? Ndonjëherë po, ndonjëherë jo. Por kur nuk e dija se cila Raquel do të shfaqej. Psikologjia shënoi në heshtje. Ky lloj frike e vazhdueshme lë gjurmë të thella. Nuk është dobësi ta ndjesh. Është trupi yt që përpiqet të mbrojë. Kur Javier u kthye në dhomë, doktoresh Torres ishte e drejtë për drejtë. Ajo ka jetuar për një kohë të gjatë në gjendje alarmi. Kjo nuk zhduket shpejt. Do të ketë ditë të mira dhe ditë të vështira. Unë do të bëj gjithçka, tha ai. Atëherë, i pranishëm në ditët e vështira. Mos u përpiq ta nxitosh shërimin. Po atë javë, Javier mori një njoftim zyrtar. Seanca përfundimtare për masat mbrojtëse dhe kujdestarinë e Sofis ishte caktuar. Edhe pse e dinte se vendimi pothuajse ishte i sigurt, mendimi për ta parë sërish Raquelin ia shtrëngonte stomakun. Ditën e seancës, Sofia qëndroi në shtëpi me gjyshen. Javier hyri në gjykat me hapa të vendosur, por me zemër të rëndë. Raquel ishte ulur në anën tjetër të sallës. Duke ndryshe, më pak e sigurt, më pak e kontrolluar. Megjithatë, në sytë e saj kishte ende diçka të fortë, mbrojtëse. Gjykatësi dëgjoi raportet mjekësore, vlerësimet psikologjike, dëshmitë e punonjëses sociale, të paramedikes, të pediatres. Çdo fjalë forconte të njëjtin përfundim. Nuk kishte qenë gabim, nuk kishte qenë egzagerim. Kishte qenë abuzim. Zonjë, tha gjykatësi me zë të prerë, e mitura ka shfaqur shenja të qarta të abuzimit fizik dhe emocional. Ju përbëni rrezik për integritetin e saj. Ndalohet çdo kontakt. Raquel u përpoq të kundërshtonte, të thoshte se po i bëhej padrejtësi, se Javier po e paraqiste si përbindësh, por fjalët e saj tingëllonin bosh përballë provave. Vendimi ishte i shpejtë. Kujdestari e plot vetëm për baban. Ndalim i plot kontakti. Masa mbrojtëse të ruajtura. Kur Javier doli nga gjykata, ndjeu diçka që nuk e kishte ndier prej kohësh, lehtësim pa frikë. Atë mbrëmje, kur u kthye në shtëpi, gjeti Sofin duke vizatuar në tavolinën e sallonit. Çfarë po bën, princesh? Ajo ngriti fletën. Ishte një vizatim i thjeshtë, një shtëpi, dy njerëz që mbanin duart, një diell i madh sipër. Kjo është shtëpia jon tani. Javier gëlltiti me vështirësi dhe u gjunjëzua përballë saj. Është shumë e bukur. Sofia hezitoi për një çast. Babi, nëse gaboj përsëri, do të zemërohesh me mua? Ai i mbajti fytyrën me kujdes dhe e pa drejtë në sy. Gabimi nuk të bën më pak të denjë për dashuri. Kur nuk të ka bërë dhe kur nuk do të bëj. Ajo e përqafoi fort, sikur po e provonte atë të vërtet me trupin e saj. Atë natë, Sofia fjeti pa makthe për herë të parë që nga spitali. Javier qëndroi pranë shtratit për disa minuta të gjata, duke vëzhguar frymëmarrjen e saj të qetë. E dinte se rruga do të ishte ende e gjatë, se trauma nuk zhduket nga një ditë në tjetrën. Por për herë të parë që nga ajo telefonat dhe dëshpëruar në atë pasdite me shi, ai ishte i sigurt për një gjë, Sofia nuk ishte më vetëm. Përmirësimi i saj nuk ishte i njëtrajtshëm. Kishte ditë kur qeshte lirshëm në mëngjes, fliste për shkollën, tregonte histori të thjeshta si çdo fëmijë.
Dhe kishte ditë kur zgjoi e heshtur, me sy të lodhur, me trup të tendosur, sikur po përgatitej për diçka të keqe që nuk vinte kurrë, por që trupi i saj ende e priste. Javier mësoi t'i dallonte këto ditë. Në ditët e vështira, ai nuk e shtynte, nuk e bombardonte me pyetje. Thjesht rinte pranë, përgatiste mëngjesin, ulej në dysheme pranë saj ndërsa ajo vizatonte. Ndonjëherë, prania ishte e mjaftueshme. Në shkollë, mësuesja e thiri për të biseduar. Sofia është e zgjuar dhe e vëmendshme, por ndonjëherë duket e tërhequr, sikur ka frikë të gabojë. Ai ndjeu një shtrëngim në gjoks. Po e punojmë këtë me terapisten. Doktoresh Torres i shpjegoi se frika nga gabimi ishte e zakonshme te fëmijët që kishin përjetuar ndëshkime të ashpra. Gabimi, për Sofin, kishte pushuar se qeni diçka normale. Ishte bërë i rrezikshëm. Duhej t'i mësonin trurit të saj se gabimi nuk sillte dhimbje, por mësim. Atëherë filluan ushtrime të vogla në shtëpi. Javier gabonte me qëllim. Rrëzonte një gotë bosh, harronte diçka të thjeshtë dhe reagonte me qetësi. Ops, gabova. Ndodh. Sofia e vëzhgonte me vëmendje, në fillim e tensionuar, pastaj kurioztare. Derisa një ditë ishte ajo që i ra lapsi në dysheme. Në vend që të ngrinte supet nga frika, ajo thjesht qeshi. Asgjë nuk ndodhi. Ishte një fitore e heshtur. Diçka e bëri të ndalej. Babi, mendoj se po filloj të besoj se jam e sigurt. Javier u ul pranë saj me kujdes, sikur ai çast të ishte shumë i brisht për lëvizje të shpejta. Ti je dhe gjithmonë do të jesh. Ajo mbështeti kokën në supin e tij, diçka që nuk e kishte bërë prej javësh. Atë mbrëmje, para se të flinte, Sofia tha diçka të thjeshtë, pothuajse pa u menduar. Sot nuk pata frikë nga shiu. Javier mbylli syt për një çast, duke ndier peshën e atyre fjalëve, sepse për Sofin nuk ishte vetëm për shiun. Ishte për mbijetesën dhe për të mësuar ngadalë të jetonte pa frikë. Përparimi i saj filloi të shfaqej në detaje të vogla, pothuajse të padukshme për çdo që nuk e njihte historinë, por gjigante për ata që ishin të vëmendshëm. Ajo filloi të këndonte lehtë kur bënte dush. Zgjidhte vetë rrobat pa pyetur nëse ishin të sakta. Ndonjëherë madje kundërshtonte Javierin, diçka e paimagjinueshme disa muaj më parë. Por shërimi nuk i zhduk plotësisht shenjat, thjesht i bën më pak të dhimbshme. Një pasdite të premteje, shkolla telefonoi. Zoti Delgado, Sofia pati një episod ankthisor. Asgjë serioze, por menduam se ishte e rëndësishme t'ju njoftonim. Javier la gjithçka dhe shkoi ta merrte. Ajo ishte ulur në zyrën e koordinatorit, duke përqafuar fort çantën. Çfarë ndodhi, princesh? Patëm një ushtrim të papritur. Mendova se do të gaboja dhe trupi im filloi të dridhej. Po gabove? Ajo tunte kokën. Jo, as nuk u përpoqa. Ai e kuptoi menjëherë. Frika shfaqej përpara veprimit, përpara vetë mundësisë së dështimit. Në shtëpi folën gjatë. Nuk pati qortime, nuk pati presion. Vetëm dëgjim. Nuk ke nevojë të jesh e përkryer për t'u dashur, Sofia. Duhet vetëm të jesh vetvetja. Javën tjetër, doktoresha Torres propozoi diçka ndryshe. Dua të punojmë me zërin e saj. Me zërin tim? Pyeti Sofia e hutuar. Po. Fëmijët që kanë përjetuar abuzim mësojnë të heshtin për të mbijetuar. Duhet t'i kthejmë të drejtën për të folur, për të mos rënë dakord, për t'u shprehur. Filluan me ushtrime të thjeshta, zgjedhje të vogla, mendime pa korrigjim. Çfarë vizatimi do të shikosh? Cilin frut do sot? Të pëlqeu kjo apo jo? Në fillim, Sofia përgjigjej gjithmonë, s'ka rëndësi. Me kalimin e kohës, filloi të zgjedh. Një ditë zgjodhi gabim. Filmi nuk i pëlqeu, u zhgënjye dhe asgjë nuk ndodhi. Ajo e pa Javierin, duke pritur ndonjë reagim. Do ta ndërrojmë? Pyeti ai. Ajo qeshi e habitur. Mundemi? Sigurisht. Ishte aty që diçka ndryshoi vërtet. Disa ditë më vonë, Sofia erdhi nga shkolla me një ftesë në dorë, një shfaqje teatri për fëmijë. Ajo ishte zgjedhur për një rol të vogël, por ishte e zbehë. I thash mësueses që nuk doja, por ajo këmbënguli. Ti do ta bësh? Ajo hezitoi. Kam frikë të gaboj para të gjithëve. Javier u gjunjëzua përballë saj. Po sikur të gabosh? Ajo mendoi për disa sekonda. Ti do të vazhdosh të më duash.
Ai buzëqeshi me sytë që i mbusheshin me lodh. Pikërisht. Ditën e shfaqjes, Sofia dridhej pas skenës. Javier ishte në sallë, i dukshëm, duke i bërë shenjë me dorë. Kur erdhi radha e saj, zëri i doli i ulët në fillim. Duart i djersiteshin, zemra i rrite fort. Ajo harroi një fjali. Heshtja zgjati një çast, dikur kjo do të kishte qenë fundi. Tani ajo mori frymë thellë dhe vazhdoi me fjalë të tjera. Publiku buzëqeshi. Disa fëmijë improvizuan me të. Kur mbaroi, Sofia doli nga skena me sytë që i shkëlqenin. Gabova dhe nuk ndodhi asgjë. Ajo fjali i qëndroi në mendjen e Javierit për ditë të tëra, sepse nuk ishte vetëm për teatrin, ishte për çlirimin. Po atë muaj, Raquel u përpoq të dërgonte një letër përmes një avokati, një kërkim faljeje të përgjithshme, pa pranuar faj, pa një orë dëmin. Javier nuk ja tregoi Sofis. Ja dha drejt për drejt avokatit të tij. Disa dyer nuk kanë nevojë të rihapen për të provuar se janë mbyllur. Në një nga seancat e fundit të atij cikli terapie, doktoresha Torres foli veçmas me Javierin. Ajo ende mban plag, por tani e di që nuk e meriton dhimbjen. Kjo ndryshon gjithçka. Po sikur një ditë ta harroj, atëherë ti do të jesh aty për t'ia kujtuar. Një mbrëmje e qetë, Sofia ishte shtrirë gati për të fjetur kur pyeti, "Babi, mendon se jam e fortë?" Javier u përkul dhe i puthi ballin. "Mendoj se je një nga njerëzit më të fortë që njoh." Ajo buzëqeshi me sytë gjysmë të mbyllur. "Atëherë do të jem mirë." Javier fiku dritën dhe qëndroi disa sekonda të dera. E dinte se ende do të kishte sfida, se kujtimet e frikës mund të ktheheshin pa pritur. Por tani kishte diçka të re, të fortë, të pamundur për t'ia marrë kush. Sigurinë se nuk ishte më vetëm dhe se kur nuk do të ishte më. Koha nuk e fshiu atë që ndodhi, por ndryshoi mënyrën se si Sofia e mbante atë histori brenda vetes. Frika nuk i drejtonte më ditët e saj. Ndonjëherë shfaqej si një hije e largët, por nuk ishte më në qendër të gjithçkaje. Një vit kishte kaluar që nga ajo pasdite me shi që u kishte ndryshuar jetën. Shtëpia ishte ndryshe, më e gjallë. Kishte vizatime në frigorifer, libra në divan, të qeshura që dilnin pa u lajmëruar. Sofia kishte ndryshuar në shkollë. Merrte pjesë, bënte pyetje, gabonte para të tjerëve pa u tkurrur. Ende bëhej nervoze para provimeve, por tani merrte frymë thellë dhe provonte. Mësuesja i tha Javierit në fund të semestrit, "Ajo është e qëndrueshme, jo vetëm e zgjuar." Javier buzëqeshi, duke e ditur saktësisht se nga vinte ajo forcë. Në seancën e fundit me doktoresh Torres, Sofia solli një vizatim. Një vajzë që mbante dorën e një burri duke kaluar një urë. "Çfarë është ura?" pyeti psikologjia. "Është para dhe pas." "Unë e kalova." Doktoresha e pa Javierin me sy të përlotur. Ajo e di çfarë ka jetuar dhe e di që ka mbijetuar. Atë muaj, Javier mori konfirmimin përfundimtar nga gjykata. Çështja ishte mbyllur. Asnjë apel, asnjë mundësi kontakti në të ardhmen. Ai e lexoi dokumentin në heshtje dhe e futi në një sirtar, jo si kujtim, por si mbyllje. Atë natë, ai dhe Sofia hëngrën darkë së bashku, si gjithmonë. "Babi, të kujtohet kur kisha frikë të flija?" "Po. Sot më pëlqen të fle, sepse e di që nesër ti do të jesh ende këtu." Më vonë, tashmë në shtrat, Sofia e thiri edhe një herë. "Babi, faleminderit që më besove kur kisha ftohtë, edhe kur askush tjetër nuk besonte." Javier u ul pranë saj dhe i mbajti dorën. "Nuk kam dyshuar kurrë. Dhe nuk do të dyshoj kurrë." Ajo mbylli sytë, e qetë. Javier fiku dritën dhe doli ngadalë, duke lënë derën pak hapur, jo nga frika, por nga zgjedhja. Në heshtjen e sallës, mendoi për sa herë kishte injoruar shenja, për sa justifikime i kishte dhënë lodhjes së vet dhe për mënyrën se si dashuria ndonjëherë kërkon guxim për të pranuar gabime dhe për të ndryshuar gjithçka. Ai e dinte se kjo histori nuk ishte vetëm për një fëmijë që kishte vuajtur, por për një baba që kishte vendosur të vepronte. Fëmijët nuk kanë nevojë për ndëshkime që lëndojnë. Kanë nevojë për të rritur që mbrojnë, që dëgjojnë dhe që besojnë. Dhe Sofia do të rritej duke e ditur këtë, se zëri i saj ka vlerë, se të gabosh nuk është e rrezikshme, se dashuria nuk dhemb, dhe se kur kërkoi ndihmë atë pasdite të ftohtë, dikush e dëgjoi dhe erdhi.